Në emrin e Belinda Ballukut ka shumë vjedhje, krime, zeza që janë bërë këtij vendi. Duke drejtuar një ministri të madhe, të rëndësishme dhe të mirë financuar si Ministria e Infrastrukturës, edhe abuzimi mori për masa të frikshme. Por ajo që unë dua të veçoj është një ngjarje nxehtë e kohëve të fundit që është kthyer në simbol të rezistencës, ajo e rjollit. Dua ta lidh me Ballukun sepse pikërisht kur ajo ishte në nënhetim nga Spaku, kur ajo duhet të ishte minimalisht e pezulluar pse jo edhe arrestuar, Balluku jepte lejet e fundit për ndërtimin e resortit të oligarkut Bashkim Ulaj. Mos të harrojmë se është pikërisht ky oligark i cili mori edhe lejen e ndërtimit të rrugës dhe ndërtoi rrugën Rjoll-Shëngjin, Gjoja për të lidhur komunitetet, por që me sa duket që nga ndërtuar pikërisht për të shërbyer në radhë të para tij vet. Veç kësaj, e vetmja zonë nga derdhi Jabunes tek Rana e Hedhun që nuk ka statusin e zonës së mbrojtur, është pikërisht kjo tokë e banorëve të Rjollit. Është e çuditshme se si e gjithë zona pas ka veçanti, specie të veçanta, ndërsa kjo që nga një shkretëtire pa vlerë, një tokë pa zot, apo aq më keq me zot të rre me falsifikator, një tokë e lirë për të shfrytzuar nga oligarku Bashkim Ulaj. Kjo është një dëshmi e qartë e kapjes dhe e blerjes së shtetit nga biznesmen të pandeshëm, të shndërruar në oligark, që mashtrojnë, falsifikojnë, vjedhin, grabisin, që me forcën e ligjit të shtrembëruar për ta dhe të policisë në shërbim të tyre, pasurohen duke shpërndësuar banorët e vendit tonë. Por Rjolli nuk është vetëm. Si Rjolli janë edhe banorët e Durrësit, që po kërcënohen me shpërndësim nga shtëpiat e tyre, Gjoja për t'i hapur rrugë zhvillimit. Por ne e dim shumë mirë si është zhvilluar Durrësi dekadat e fundit. Ne e dim se si është varrosur në beton në emër zhvillimit. Si ata janë banorët e Palasës dhe gjithë Himarës që janë shproncuar për të hapur rrugë ndërtimit të resorteve dhe vilave nga oligarkë të tjerë, si Samir Mane. Si ata janë banorët e Radhimes, Tragjasit, Kuçit e fshatrave të tjerë të Lumit Vlorës, uji i cilëve po merret pikërisht për të furnizuar këto resorte. Si ata janë banorët e Kurdaris, Martaneshit, Fushbuqizës, uji i cilëve merret për hidrocentrale, pa pyetur për jetesën e tyre apo dëmet mjedisore. Janë banorët e Thethit, që nuk orientohen, nuk i jepen leje, detyrohen ndërtojnë pa leje, dhe pastaj me egërsinë e një vandali i prishën shtëpitë dhe bizneset. Janë banorët e Juglindjes, që izolohen, sepse investimet janë gjysmake, janë vjedhur, bëhen punë pa mend dhe abuzohet me natyrën. Për gjitha këto, Ministria e Infrastrukturës ka rolin e saj. Kjo ministri që deri vonë drejtohet nga Belinda Balluku dhe sot drejtohet nga një ushtar i saj që është gjithashtu në nënhetim nga Spaku. Prandaj Edi Rama nuk duhet ta mbrojë me Ballukun, por t'i nështrohet vullnetit të drejtësisë dhe të popullit. Ne nuk mund të presim më. Ne nuk mund të shtyjmë aspiratat tona zhvillimore dhe europiane për të mbrojtur një hajdute. Shqipëria nuk pret më. Ne nuk kemi nevojë për hajdut të korruptuar dhe dhunues, por kemi nevojë për njerëz të ndershëm dhe me vizion. Faleminderit.